Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shoqja e ngushtë më çoi në Spanjë dhe u gjenda në një makt të paplanifikuar. Jam 25 vjeçe dhe deri një vit më parë mendoja se njerëzit që doja nuk do të më tradhtonin kurrë. Sidomos kur Arlinda, shoqja ime e ngushtë që e kisha si motër dhe jetonim në të njëjtën lagje, më kishte parë të qaja, të qeshja, dinte çdo detaj të jetës time, ishte personi i fundit që do mendoja se do më fuste në një kurth. Por ndonjëherë tradhtia vjen nga dora që ti e mban më fort. Një ditë Arlinda më tha: "Suela, pse nuk heqim dorë nga kjo jetë e mërzitshme? Të shkojmë në Spanjë. I dashuri im Dani na pret. Ka shtëpi, ka makinë, ka mundësi. Do bëjmë qejf, do pushojmë, do dalim natën, si vajza të lira." Ajo fliste me një lloj entuziazmi që nuk i ngjante. Nuk e kisha parë kurrë kaq të gëzuar. Mendova se më në fund i kishte ecur me dikë. Nga ana tjetër unë isha shumë e lodhur, punë e rënd, pagesë e vogël, familje me halle. Një aratisje shkurtër më dukej si shpëtim. U dorëzova dhe i besova asaj. U nisëm 2 javë më pas. Arlinda ishte në humor shumë të mirë dhe bënte plane, fliste për diskoteka, plazhe, restorante. Unë ndjesha pak e pasigurt, por e shtyja veten të qeshja. Dani na priste në aeroportin e Madridit. Ai nuk buzëqeshi, nuk më dha dorën, nuk më pa as në sy. I thash vetes se ndoshta ishte tip i ftohtë. Në makinë foli vetëm me Arlindën dhe ajo i përgjigjej pa më parë fare. Ishte sikur kishin një bisedë sekrete që unë nuk duhet ta dëgjoja. U hutova, por përsëri heshta. Kur arritëm në apartamentin e Danit u çudita. Nuk ishte një shtëpi e bukur siç më kishte treguar Arlinda në foto. Ishte një apartament i vjetër, pa drita, me perde të trasha, me karrige të thyera dhe një erë të rëndë. Dani më tha: "Këtu do rini, dilni vetëm kur të them unë." Nuk e kuptova. "Pse i thash Arlindës, ne erdhëm për pushime, jo për arrest shtëpie." Arlinda më kapi dorën fort dhe më përgjigj ngadalë. "Mos gjej justifikime, Dani është posesiv, do kaloj." Por në fakt nuk kaloj kurrë, përkundrazi u bë fillimi i fundit tim. Në mëngjes Dani hyn pa trokitur në dhomën ku unë flija. "Bëu gati," tha. "Sot do punosh." Unë ngrita e hutuar. "Punë? Për çfarë pune po flet?" Ai më pa me ftohtësi. "Këtu nuk e ardhur për qejf, Suela, as ti dhe as Arlinda. Të dyja do të punoni për mua." Dhoma më rrotullua, mu pren gjunjt. Ktheva kokën nga Arlinda që qëndronte pas tij me sy të ulur. Nuk tha as jo, as mos. E kuptova. Ajo kishte ditë muaj, ndoshta vite në këtë lojë, dhe unë isha e radhës. Dani më sqaroi gjithçka pa mëshirë. "Ti do të rish këtu, do të bësh atë që them unë, nuk ka kthim. Dokumentet i keni lënë tek agjencia. I kam unë dhe po ikët familja jote në Shqipëri ka për ta pësuar keq." Fjalët e tij më ngulën në kraharor si thik. Arlinda, ajo që unë e quaja shoqe të ngushtë, vetëm po më shihte pas një shprehi. Ishte sikur e kishte humbur shpirtin prej kohësh. Aty e kuptova. Ajo ishte rekrutuar më parë dhe tani më kishte sjell mua. Ishte pjesë e rrjetit të Danit. Nuk ishte viktim, por ishte rrëmbyese. Mu tha goja, zëri nuk më dilte. Orët që erdhën ishin nga më të frikshme të jetës time. Nuk do t'i përshkruaj dot në detaje, disa gjëra nuk duhen parë, nuk duhen treguar dhe as kujtuar. Por mund të them kaq. Ata më kontrollonin çdo çast, nuk na lejonin të dilnim vetëm, dera hapi dhe mbyllej vetëm me çelësin e Danit. Jetonim si të burgosura. Një ditë Dani u largua për disa orë dhe dera e brendshme e dhomës nuk ishte mbyllur mirë. Arlinda flinte. E ndjeva se ishte momenti im i vetëm. Mora guximin e një njeriu që s'ka më çfarë u mbet dhe dola me vrap nga dera duke mos parë mbrapa. Rrugët ishin të huaja, por pyesja njerëzit me dorë, me shenja dhe me lot. Një grua më pa duke qarë në mes të rrugës dhe më çoi vetë në polici. Aty filloi betejë e dytë. Rrëfimet, dokumentet, hetimet. Por të paktën isha e lirë. Sot jam kthyer në Shqipëri, po marr ndihmë, po mundohem të rindërtoj veten. E kam të vështirë të besoj tek njerëzit. Kam net pa gjumë,
kam frikë nga zërat e fortë, nga të panjohurit apo nga premtimet. Por, rëndësi ka që jam gjallë. Dhe këtë histori e tregoj që të shpëtoj të paktën një vajzë tjetër si unë. Sepse jo çdo shoqe është shoqe, jo çdo udhtim është aratisje, dhe jo çdo i dashur është njeri. Disa janë kurthe me fytyrën e një jete më të mirë.